Leon posh nonën na kallzo të vërtetën, na kollitë është jo këtu shtëpia. Të vërtetën, mos tash mos e bë se është boksier ky dhe kallzo drejt kush kollitet të shtëpia, bilet ju kallzojmë turna që do të më kollitet edhe na burrat. Mos rrinë veç gratë na kollitet. Burri. Kjo kollitet a? Ky kollitet a? Ti kur kollitet ky s'fol hiç? S'kam çfarë folë. Burri fol. Gigandi. Bukur, a ka mundësi më tregu pak Blona mirë se erdhe herë? Në si që të kemi në studio, ti punon në Gjermani, jeton në Gjermani, punon në bankë, më duket. Bravo. Ti përveç boksit e ke edhe një profesion tjetër që je teknik hidraulikut. Po. Pra, këtë dyja nuk lidhen bashkë, por ti e ke profesionin tënd që e man vetën. Blona, cilat janë emocionet tua? Për shembull kur kushtrimi futet në ring. Ja po e shohim një foto aty, tu dasht me u pa kur shështu ju në gjesin fjallë, thujnë që ta dy pas kanë punë bashkë. Amo, çfarë janë emocionet tua? A i thunë e jerë lere këtë sport, apo jo? Jo, nuk i thamë. Apo i thua vazhdoja? Une për qëtë sport nuk i përzina. Nuk i përzihesh. Une kom qef bilek që ka diçka për me që vjen prej pune, më ka mu, po ka dhe një farë hobi. I motiv për me ndjek edhe një po, tamam hobi. Qashtu. A dha më shumë ty apo këti kur e godet dikush në ring? Nuk i godet kërkush këti. I godet kërkush? Apo vajkore, është shtirë. Tash, une nuk kom fort emocione desa të në në ring. Tani të kapin emocione. Për herë. Kjo nuk më shenë me emocione, shqyr. Amo, është edhe fështirë për mu, ma shumë, une mundona më kun mu organizu shumë për të. Se kjo është qatë që i fokusu më boks edhe normal, ka që me fitu e krejt, po une, si bashkëshortja ti, kom qef, mos nuk shkon dishka si që është plani, me posën e planin B. Cilja plani B për shemull? Jo në sene që mund për shemull, mos më shku që shto që duhet më shku, për shemull në Ulm, e komor, jo steken, jo këtë senet tona që konë së më konë gjinja shpis. Se na u duhet më shku në hotelet, një natë për paran, edhe kjo ka tash për shamull edhe problemi me gjumë. Okej. Se i kapin nështë edhe këti pak emocione. Po, edhe ke marë, këtë që ke pas ndomë gjumit tonë, në ke që me flenit kjo më do kësi aty flenit në shpit vetë, apo? Bravo. Okej. Mbështetje e mirë, gjigant. Mbështetje e mirë është kjo, kushtet. Se kjo kish mujt qatë natë, për shemull, kjo ka edhe vetë ka najtë me ty, se kish mujt me ta prujt për me të tërvit para pakesh, po se ka bon këtë gjatë, shumë bukur.